Instituti i Kosovës për Drejtësi ka marrë iniciativën që në bazë të hulumtimeve që i ka bë, që të plotësoj dhe ndryshoj kodin penal në mënyrë që të bëj vepër penale mos respektimin e qëllimshëm të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe keqpërdorimin e paras publike me theks të veçantë gjatë periudhave zgjedhore. Kjo iniciativë ka filluar pak më shumë se 10 ditë më parë, ku kemi qenë në Prishtinë 2 ditë, kemi qenë edhe në qytetet e tjera si në Gjakovë dhe Prizren, dhe kemi arritur që së bashku me qytetarët të mbledhim një numër të konsiderueshëm, ku numri ka arritur mbi 4 shifror deri me tani, dhe shpresojmë dhe jemi të bindur që në bazë të gatishmërisë që kanë treguar qytetarët deri me tani të arrijmë numrin e nevojshëm për mbi 10.000 nënshkrimeve deri në mes të shtatorit të këtij viti. Me këtë peticion ne synojmë që së bashku me qytetarët të plotësojmë dhe ndryshojmë kodin penal në mënyrë që të kthehet ligjshmëria në proceset zgjedhore, që vullneti i qytetarëve të jetë i lirë e të mos jetë i cunguar nga veprimet institucionale të keqpërdorimit të paras publike gjatë periudhave zgjedhore. Të mos keqkuptohemi, Instituti i Kosovës për Drejtësi nuk është kundër ndarjes së mjeteve për kategoritë të ndryshme sociale, qofshin ata pensioner, student apo kategoritë të tjera. Instituti i Kosovës për Drejtësi është që ndarjet e mjeteve për këto kategori të rregullohen me ligjin specifik për kategorinë specifike, apo edhe me ligjin e buxhetit për ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës, në mënyrë që të dihet periudha specifike dhe kategoria specifike dhe shuma specifike që e marrin këto kategori. Dhe të mos ketë ndarje të mjeteve buxhetore vetëm në periudhat zgjedhore, në mënyrë pasi që kjo cungon ligjshmërinë dhe integritetin e zgjedhjeve. Dëmtohet vullneti i qytetarit gjatë procesit të zgjedhjeve. Prandaj Instituti i Kosovës për Drejtësi në bazë të hulumtimeve që i ka bërë, ka ardhur në konkludim që forma më e mirë e adresimit të këtyre problemeve është nëpërmjet plotësim ndryshimit të kodit penal, të cilin synojmë që ta dërgojmë gjatë vjeshtës në Kuvendin e Kosovës së bashku me qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj edhe i ftoj qytetarët që të majnë tempon e aktuale, që të vinë sot në Prishtinë deri në ora 4, nesër do jemi në qytetin e Pejës, në sheshin Skënderbej në Pejë, dhe pas nesër do jemi në Gjilan. Prandaj edhe i ftoj qytetarët që të na bashkohen kësaj iniciative, pasi që është për të mirën e qytetarëve, taksapaguesve të vendit tonë.